karrierës teme së përkthimeve, që kena marrë pjesë në shumë lloj përkthimesh. Nuk mundem me thonë se kam pas shumë, por mjaftueshëm kam pa aq shumë nana, aq shumë familje që kanë hup, edhe tramën kur e diftoshin se ju dote për një arsye ose për një tjetër, për me e kalu atë tramë që dikush tjetër për me besu ishte aq e dhimbshme, sa me të vërtetë që nuk ja uron armikut e jo ma një njerit gjakut tanë. Edhe kur një i huj, kur një ushtar që është mësu, do më thonë, as kërkush nuk mësohet me ato gjana, po të pakten e pret një gjatë të tillë, thot është një tmerr, kam pa një tmerr të vërtet, as nuk du me imagjinu se qa kanë kalu ata motra dhe vllezërit tanë kosovar gjatë asaj periudhe, edhe të rreqethet edhe shpirti edhe trupi tesh mas 30 e sa vjetëve.